Derisa vjen një moment dhe sidomos pas zhgënjimit të IVF-it dhe faktit që unë u smura dhe ka qenë rreth vitit 2012, pra goxha vite më parë, një mikesha ime, ose më mirë një klientja ime, vjen dhe më thotë po birësoj. Dhe më tregon historinë e saj. Dhe duke e parë në sytë e saj, atë shkëlqimin. Kishte interes për ta dëgjuar atë? Patjetër, për mua ishte, kur ajo tha po birësoj dhe i thash ku në Afrikë? Jo tha në Shqipëri dhe më tregoi procesin e saj, se si kishte vajtur për të dhuruar për vitëri ato fitimet e biznesit, edhe kishte vajtur atje edhe një djalë i vogël, e kishte parë me një dashuri të tillë dhe ajo kishte vendosur që unë do birësoj. Dhe procesi i saj birësimit unë futa shumë, e ndjeva, sepse si njeri që po tentoja shumë, mirë po ishte shumë herët për ne. Ishte shumë herët sepse ne kishim akoma shpresa që do bënim një IVF tjetër. Unë kisha shpresa që do ta luftoja këtë virus. Në moshë ishim të rinj, ende, domethënë ishim pa bërë 30 vjeç. Kështu që normalisht e shtym atë pjesën. Ke një lloj shprese patjetër. Impakti i parë për mua tek fakti që unë mund të birësoja ka qenë kur bëri ditëlindjen djali kësaj vajzës, dhe ajo vendos ta bëjte befotrofi te shtëpia e foshnjës. Dhe unë isha një nga të ftuarit bashkë me bashortin tim, dhe një vajzë e vogël ishte shumë e bukur, kuptimin bukuria, se bukuria nuk është vetëm fytyrë, ishte shumë e bukur në lozënjare. Sa vjeçë? Ajo duhet të ketë qenë 2 vjeç, ai fëmijë, dhe ishte atje tek fëmijët që ishin në pritje për birësim, dhe unë sapo e pash atë fëmijë, i them bashorit, i afrohem dhe i them, po sigur ta marrim ne atë me idenë që. Dhe më thotë mua, unë nuk jam gati, që është kjo bisedë, dhe kjo ka qenë ajo dera e parë që ne filluam, pavarësisht se ai fëmia ishte në proces birësimi, procesi i birësimit nuk është kështu e pash fëmijën dhe do vetë ta marr. Nuk është diçka kaq e lehtë. Por ai ishte ai momenti. Në atë moment të bëri një klik pra, të patë diçka, një lidhje. Atje vendosa që unë nuk do bëhesha më nën përmes lindjes, por unë do prisja momentin që do ishim gati. Unë që kam qenë tek shtëpia e fëmijës, edhe si gazetare, po edhe si vullnetare për të shkuar për të çuar dhurata tek ata, dhe këtë bëj shumë shpesh, është nevojë ta publikoj dhe ta nxjerrë. Bëj sepse kam një përmbushje time shpirtërore, dhe këtë bëj bashkë me miqtë e mi. Dhe ka një lloj pashmangje të shikimeve të tyre, është kaq e vështirë që ti shikon beba, ti shikon është kjo rrëmbimi që ata të bëjnë, ose ftesa që të bëjnë me shikimin e tyre për t'i dhënë një përshafim. Ai përshafimi duket sikur nuk do shkëputet kurrë. Dhe pastaj ti ndjen një lloj pendese dhe thua, edhe unë para disa vitesh kur kam qenë për herë të parë, si isha as e martuar, nuk isha as fëmijë, thosha, unë në një të ardhmen mund ta bëj këtë gjë, por që duke biseduar me njerëz se sa e vështirë është për të birësuar një fëmijë, dhe se sa dokumenta duhen, dhe se sa rritje dhe mirëqenie duhet gjithashtu. Pra ti nuk është vetëm dëshira e madhe për ta pasur atë fëmijë, po çfarë duhet tjetër Anjeza, si një njerëz që edhe ke qenë gjithë jetën mes dokumentave, mes njerëzve që duhet të hidhni firmat gjithandej, apo jo? Nuk duhet vetëm dëshira, çfarë duhet? Kur je një nën birësuese, në momenti që aplikon për birësim, ti mendon sa më shpejt, dua të mbaroj ky proces sa më shpejt. Sa të zgjatë ty? Mua më ka zgjatur diku te 1 vit e gjysmë, domethënë nga momenti që ne dorëzuam dokumentacionet, po normalisht para përgatitja shpirtërore, komunikimi me bashortin, pjesa e fillimit të dokumentit ka filluar diku tek viti 2018. Pra unë që në 2018 moralistëm për të. Po ti e pe atë fëmijë sa vjeç ishte vajza? Jo, unë nuk e pash fëmijën. Procesi i birësimit nuk është i tillë. Atëherë procesi i birësimit fillon njëherë me dokumentacionin. Do marrësh përshtatshmërinë nëse ti je një prind i përshtatshëm. Dikur ka menduar që ky ka qenë një proces i tepërt, sepse mendoja që me pak kohë ata mund ta mësojnë pse mos të birësoj unë mund ta lind, pse mos të birësoj shpejt, pse duhet marr përshtatshmërinë. Vonë kam kuptuar që është një nga etapat më të rëndësishme, sepse të birësosh një fëmijë është të marrësh përsipër, të arrisësh nga mosha që ti e merr dhe deri ta çosh të rritur, dhe do një përgjegjësi shumë të madhe, do një shumë përgjegjshëm, do njerëz të aftë financiarisht, po do dhe njerëz të aftë emocionalisht. Dhe zakonisht pra shikohet edhe gjendja sociale dhe po, atëherë procesi i përshtatshmërisë shikohet gjendja sociale, gjendja ekonomike, pjesa tjetër nëse ka një shtëpi, dhe pastaj dhe gjendja psikologjike e personit, sepse jo shpesh ka njerëz që mendojnë që janë të aftë psikologjikisht për të birësuar, por nuk janë. Dhe ti në momentin që ti e merr përsipër atë fëmijë nuk mund ta kthesh më mbrapsht.
Si është kontakti me fëmijën? Pra ti thua që ti nuk e shikon. Atëherë procesi është pasi merr përshtatshmërinë, ti hyn në një listë pritje derisa të propozohen fëmijë që janë në proces të braktisur. Jo, kjo bëhet pas. Pra, në momentin që merr aprovimin që ti mund të birësosh, je në këtë listën e pritjes. Në momentin që mbaron pritja, pra disa fëmijë dalin të shpallin të braktisur dhe fëmijët, një lloj si ne, kalojnë në proces gjyqësor. Pra, fëmija në momentin që braktiset në maternitet apo tek shtëpia e foshnjës, pas 2 muajsh, pra jepet kohë nënës që të rikthehet, dhe pas 2-3 muajsh, informacionin e saktë e marrin te Komiteti i Birësimit, po pak a shumë, dosja e fëmijës shkon në gjykat për të braktisur ligjërisht, për mos patur më një kujdestar ligjor ose kujdestari ligjor të kthehet shtëpia e foshnjës apo të kthehet shteti. Ky është një proces relativisht i gjatë aktualisht, pra fëmijës i mbaron procesi diku tek të paktën rastet më të mira janë te 9 muajsh, 10 muajsh, ata që janë braktisur që në maternitet. Pra do një proces goxha të gjatë, pra do disa seanca. Vajza ime në momentin që ne kemi takuar ka qenë diku te 14 muajshe, 13-14 muajshe, por ka qenë e braktisur që në maternitet. Si ishte ta prekje të kishe atë? Ne nuk e takuam, pra në momentin që ne morëm aprovimin, nuk e kishim parë fëmijën. Ne pam dosjen e fëmijës, patjetër që ekziston një komitet shqiptar i birësimit i cili mbron gjithë procesin e ndjekjes dhe ky komitet shqiptar i birësimit mundohet të përshtasi fëmijën me familjen. Dhe nga kërkesat e fëmijës, mbi të gjitha, sepse qëllimi kryesor i birësimit është që të jepet fëmijës një familje dhe jo familjes një fëmijë. Dhe pikërisht interesi kryesor është tek fëmija. Dhe është pikërisht interesi për ta vendosur këtë fëmijë në një familje që i përshtatet, që mund të jetë edhe pak përshtatshmëria e fizionomisë, sepse ne jetojmë në Shqipëri dhe do ketë problematika në të ardhmen sociale. Ti nuk mund të zgjedhësh le të themi një fëmijë që nuk përshtatet nga ana e fizionomisë me ty, pra jo, nuk e zgjedh unë fëmijën. Nuk e zgjedh, okay. Patjetër që e zgjedh, nuk ka asnjë lloj problematike në momentin që të vjen radha, pra që ka një listë pritje, sepse ka disa prindër që po presin, vjen dhe radha e dosjes së fëmijës dhe të propozohet, e vendos çifti pastaj nëse i pëlqen fëmija, nëse i përputhet fëmija, pra me doni vajzë apo doni djalë, moshën e tjerë. Përgjithsisht të gjithë çiftet që në momentin marrin propozimin e fëmijës, thon po, sepse aq gati. Dhe ti ka dhe një farë besimi në Zot, ka një farë besimi në fat. Në atë momentin pikërisht